أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pra falenderojmë Allahun xhaleshanuhu i cili na krijoi në përsosin nga gjitha krijesat, na bëri prej krijesave të gjalla që ecin në tokë. Besimtarë të ndershëm, jemi këtu pra në natyrë të hapur, do ta marrim një ligjërat mjaft interesante së bashku, pak minuta, mu kënaq me krijimin e Allahut xhaleshanu. Çka ka kriju Zoti pra, i qofshin fal, janë pra këto të gjitha shenjat të bukura të cilat i kalon Allahu për ne, janë shumë të mira dhe përmes tyre ne përfitojmë shumë mirësi, siç ka thënë Allahu në Kur'anin e tij pra, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dhe nëse përpiqeni të numëroni të mirat e Zotit, ato janë të panumërta. Sigurisht janë të panumërta. Besimtarë ndershëm, ligjërata të cilën sot do e marrim së bashku është titullohet Përpara se të fundoset anija. Pra, përpara se të fundoset ose varka. Ju shikoni këtë varkë ka arritur pra në bregun e saj. Ky është liçeni. Ky liçeni i ngjan udhëtimit ton këtë dunja. Ky liçeni i ngjan udhëtimit ton këtë dunja. Nëse ti udhton si duhet, anija jote do të vi në breg, do ta kryej misionin e saj. Do të vi inshallah në xhenetin e Allahut. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Me të vërtetë ata të cilët bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashura të Zotit. E ku ka më kënaqësi e madhe se me kanë krijesë dashur në Zotit? Anija jote të përshkoj komplet liçenin dhe të vi këtu në bregdet të kënaqet në xhenetin e Zotit. Kënaqësi e veçantë. Liçeni është i qetë. Kështu duhet jetë e qetë zemra jote, e qetë me Allahun. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtetë me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Që zemra qetë. Shpresë për gjithë njerëzit. Elhamdulillah. Pra ky liçen është kaq i qetë. Pse ti si njeri nuk je i qetë? Çka i tha Muhamedi alayhi salatu wasalam Abu Bekrit? Ja Abu Bekr, la tahzan inna Allah ma'ana. Mos u brengos, Allahu është me ne, Zoti është me ne, qetëso. Ja si ky liçen i qetë, qetëso. Ja si kjo anije qetë e cila ka kryer punën e saj, misionin e saj. Për çka kemi ardhur në këtë botë? Të ham, të pim si kafshët dhe të mos mendojmë fare për çfarë qëllimi kemi ardhur në këtë botë. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ne nuk i kemi krijuar xhinët dhe njerëzit për tjetër, vetëm të ma adhurojnë mua, thot Allahu. Huwallahu alladhi la ilaha illa Zoti është një, nuk ka të adhurur tjetër veç tij. Kënaqësi e veçantë vëllezër. Kënaqësi, ndjem shumë i kënaqur në këtë krijim që ka krijuar Allahu. Meditoj shpesh. Nalem dhe meditoj në krijimin e Allahut. O sa bukur, o sa mirë Zoti ka krijuar gjitha këto bukuri për ne. Ti bim sejdë të madhe të Allah. Të përmallohemi me Zotin ton, të kënaqemi me Zotin ton në sejdë, duke vendosur ballin në sejdë. Ja dhe këta gur të bukur që i ka kriju Allahu, edhe këta i bëjnë sejdë Allahut, edhe këta. Ja pra, edhe ky gur këtu i bën sejdë Allahut. Është kënaqësi e veçantë, elhamdulillah. Kur njeriu thot elhamdulillah, Aliu radiallahu anhu thot, kur njeriu thot elhamdulillah, Zoti ja shton më shumë të mira. Se thot faleminderit Zot, dhe ushqim. Faleminderit Zot për bukën tonë të përditshme, thot Isa alayhis salam. Gjithë pejgamberët e Zotit kanë falendëruar, kanë qenë falendërues ndaj Zotit. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Atë mirat e Zotit ju po i mohoni përpara se të fundoset kjo anije. Mos e letë të fundoset, por mundsoj asaj të vijë në bregun e saj, ta kryej misionin tënd në këtë botë. Mos e le këtë anije të fundoset. Pra vëllezër, ky është mesazhi im sot për ju. Mesazhi i dashurisë, i lumturisë, paqes dhe shpresës. Mos e le anijen tënde të fundoset. Anija jote është qëllimi yt. Velat janë vizioni, mesazhi yt që ke ardhur këtë botë. Kënaqu me Zotin tënd. Mos u brengos.
Mos i thuj tjetrit ka me të kallë xhenemi. Jo, Zoti nuk do të kallë ty, Zoti do të çon parajs. Zoti do të çon xhenet. Do të kënaqemi së bashku me njerëzit tanë. Walhamdulillahi rabbil alamin. إلى آخر الدعوانا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nga unë vllai juaj Imam Ardo Berisha pra kaq dhe inshallah do të vazhdojmë